Livia ka qenë e ftuar në Top Albania Radio. Ajo ka komentuar ish banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në një moment, moderatorët e emisionit janë dalur te Brikena Selmani, të cilën Livia më herët e ka akuzuar se i ka marrë rrobat. Këtë e konfirmoi edhe gjatë intervistës duke thënë: "Më ka marrë shumë gjëra nga rrobat që kam patur në Big." Dhe shton: "I thash, kur ti ofendon, nuk më duron dhe ke thënë gjithë këto fjalë për mua, pse shkon dhe futesh te dollapi im?" Ndërsa e pyetur nëse e ka takuar Brikenën pas daljes nga shtëpia e BBV, Livia u shpreh se është rastisur me të, por që Selmani nuk ka takuar asnjë. "Më ka marrë shumë gjëra nga rrobat që kam patur në Big." Brikena nuk është se është M apo L. Brikena Small është. Nuk e di, i kishte fiksim me të gjitha apo vetëm me mua. Mua më ndodhi 2-3 herë dhe nuk e kisha te veshja. Ne vajza jemi, ndërrojmë rroba me njëra tjetrën dhe s'ka asgjë, thjesht më erdhi bezdi fakti se ajo ishte e para femër që mua më ofendoi.